Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi të dashurit tuaj. Të dashur vëllezër, të nderuara nëna dhe motra. E falenderojmë Allahun fuqiplot, i cili na mundsoi që edhe këto ditë të agjerimit, një pjesë të madhe të këtij Ramazani të kalojmë. Dhe atë e lusim që të na e pranon agjerimin tonë, na e pranon namazin tonë, na e pranon sadakën tonë, na e pranon leximin e Kur'anit dhe gjitha punët e hajrit të cilat i kemi punuar. Gjithashtu Allahun fuqiplot e lusim që Allahu na drejton me mëshirën e Tij, rahmetin e Tij dhe butësinë e Tij për mëkatet, gabimet dhe lëshimet tona gjatë jetës tonë. Të nderuar, edhe pak ditë vetëse e përcjellim këtë Ramazan të këtij viti, sepse shumica e këtij Ramazani ka kaluar dhe ka mbetur pjesa më e vogël e tij, por ka mbetur më e rëndësishmja e këtij Ramazani. Kanë mbetur ditët dhe netët më të rëndësishme të këtij Ramazani. Janë netët e fundit të këtij Ramazani, të cilat janë më të vlefshme se sa krejt Ramazanin përgjithësi. Sepse Allahu fuqiplot i ka veçu këto ditë, i ka dallu këto ditë, dhe në këto ditë e ka bërë një natë e cila është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Me që këto net të mbetura kanë rëndësi aq shumë dhe janë të vlefshme tepër te Allahu fuqiplot, është rrugës që të bëjmë një plan se si dhe çfarë të bëjmë në këto net, si t'i kalojmë, çfarë të veprojmë, çfarë të punojmë dhe çfarë të lexojmë, sepse janë netët e jetës tonë të këtij Ramazani. Muhamedi alayhis salam kur afronte 10 i fundit i Ramazanit e shpeshtonte një dua, e përsëriste shpesh një dua: Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës e don faljen, më fal mua. O Allah, ti je falës e don faljen, na fal neve. Këtë dua ta mësojmë dhe ta përsëritim shpesh. Tu mësojmë edhe të tjerëve, tu mësojmë familjeve tona, tu mësojmë fëmijëve tonë, tu tregojmë prindërve tonë. Shpesh ta themi këtë dua, veçanërisht këto net të fundit të cilat janë të bekuara të këtij Ramazani. E dyta, të mundohemi që çdo natë ta kërkojmë natën e Kadrit. Lejletul Qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj, sepse adhurimi në këtë natë, ibadeti në këtë natë, sadakaja në këtë natë, lëmosha në këtë natë, vepra e mirë në këtë natë, namazin në këtë natë janë të dobishme dhe më të mira se sa 1000 muaj. Muhamedi alayhis salam në njërin prej haditheve të tij na thot: kush fal namaz natën në natën e Kadrit me besim të plotë te Allahu fuqiplot dhe me shpresë të madhe se Allahu do t'i falë mëkatet e tij, padyshim që do të jetë i falur në këtë natë. Ai që fiton këtë natë është fituesi i dunjas dhe ahiretit, ndërsa ai që humb në këtë natë, më tregoni çfarë do të jetë gjendja e tij, çfarë do të jetë statusi i tij, si do të jetë jeta e tij e si do të jetë ahireti i tij. Allahu fuqiplot na ka dhënë mundësi, na ka dhënë shans që ne të përgjigjemi atij. Kjo natë është për ne. Nata e Kadrit është për njeriu, për askën tjetër, për mua dhe ty. Ta adhurojmë Allahun fuqiplot, ta kërkojmë natën e Kadrit në këto net të fundit Ramazanit, të lëmë pak dynjon anash, sepse një ditë dynjaja do të mbetet, e veprat e ahiretit do të jenë ato të cilat na shoqërojnë ne, edhe atëherë kur pasuria, evladët, shoqëria, tregtia, mjetet, të gjitha do të mbesin këtu. Vetëm ajo që e kemi bërë për Allahun do të vijë me neve. Andaj ta mendojmë këtë natë sikur nata jonë e fundit. Të mendojmë këtu net të Ramazanit të fundit sikur është nata jonë e fundit, sikur është Ramazani jonë i fundit, sikur është Bajrami jonë i fundit, sikur është viti jonë përmbyllës. Dhe nuk kemi më pas këtij viti për të jetuar, s'kemi më pasoj nate për të kaluar. Çfarë do të kishim vepruar? Të mundohemi ta bëjmë një listë. Çfarë ne kemi nevojë? Çfarë na duhet të kërkojmë Allahut? Çfarë kemi nevojë të kërkojmë prej Allahut? Çfarë duhet Allahut na ndihmoj? Për çfarë ke nevojë? Pyet veten tënde, çfarë kam nevojë tani?
çfarë më duhet për nesër. Çka duhet ta lutë në Allahun? Lutë Allahun këtu net. Allahu të përgjigjet. Allahu është afër teje. Afrohu te Zoti me adhurime, afrohu te Zoti me ibadete të ndryshme, afrohu te Allahu me dua, veçanërisht këtu net të fundit të këtij Ramazani. Mundohu që ta reduktosh dhe ta zvogëlosh kohën e gjumit këtu net. Mundohu që një orë prej gjumit që ke fjetur deri tani ta shndrosh në orë adhurimi, ta shndrosh në orë lutje, ta shndrosh në orë meditimi, ta shndrosh në orë madhërimit Allahut, ta shndrosh një orë nga gjumi jot më tepër në leximin e fjalëve të Allahut në Kur'an. Mundohu që ti shmangësh rrjetet sociale këtë ditë. Mundohu që kohën e rrjeteve sociale ta kalosh diku tjetër. Mundohu që ta stabilizosh veten, të largohesh prej varësive të ndryshme të cilat e shkatrojnë kohën. Mundohu sepse janë net të vlefshme. Është kohë e humbur tepër ajo e cila në këto net nuk shfrytëzohet në adhurim të Allahut. Bindu që shumë humbim unë edhe ti, nëse kohën e këtyre netve ja adhurojmë dikujt tjetër. Nëse kohën e këtyre netve nuk ja adhurojmë vetveti, nuk ja adhurojmë familjeve tona, nuk ja adhurojmë farafisit tonë, nuk ja adhurojmë prindërve tonë, hajde bashkarisht të falim namaz, bashkarisht të lexojmë Kur'an, bashkarisht të dëgjojmë lutjet e njëri tjetrit. Lutet babai për djem, lutet nana për vajza, luten djem për babain e tij, luten vajzat për nënat, luten bashkëshort për njëri tjetrit, lutet fëmiu për prindin e tij. Bëri këtu net Ramazani, sepse është kohë e çmuar, është gati në përfundim. Ai që arrin përfundimin do të jetë fitimtar. Ai që arrin përfundimin ashtu siç Allahu ka kërkuar, do të jetë fitimtar. Me të vërtetë do të ketë shije bajrami, qofse ne angazhohemi tani. Është fundi i garës. Mos e ndalni adhurimin, mos e ndalni leximin, mos e ndalni lëmoshën. Shtoni këtu, veproni më tepër, nxitni të tjerët më tepër, sepse janë netet e çmuara të këtij viti. Qofse dikush ju sprovon dhe ju nxit në punë të liga, mundohuni që të keni durim. Mundohuni që të shmangni mllefin, të shmangni inatin, të shmangni xhelozin, të shmangni hasedin, të shmangni fjalët e kota, sepse ti je shumë i shtrejt. Agjeruesi Ramazanit është tepër i shtrejt. Nuk ja vlen që këtë agjerim të cilin përbëjmë për Allahun fuqiplot, me shkatru, me dobësu dhe me prish për një fjalë të kotë. Lere që ka thot tjetri, ajo është personazh tjetër, ti je personazh tjetër. Ti je shumë i shtrejt, ja adhuruesi Allahut, ja agjeruesi Ramazanit, për ty Allahu ka përgatitur xhenetin, për ty Allahu ka përgatitur derën e Rayyan, derën e agjeruesve. Agjerimi im le të jetë agjerimi plot. Merita ime për ta merituar xhenetin le të jetë merite plot. Adhurimi im le të jetë adhurimi plot. Mos të kem fjalë të dyta, mos të kem fjalë të kota, veçanërisht në këto net. Nëse dikush na sprovon, na provokon, prej të tjerëve ndikohet që neve na ngacmon. Bë durim, bë sabër, mos i dëgjoj fjalë të kota. Le çka thot tjetri, le çka bën tjetri, ti je adhuruesi Allahut, ti je robi Allahut, ti je agjerues i Ramazanit. Mos i presh veprat e tua të shumta të bekuara të mëdha në këtë Ramazan për një vepër të ligë e cila nuk është asgjë përveç se një mëkat ka shi Zotit. Mundohu që këtu net ta gjesh natën e Kadrit duke dhënë sadaka. Bëje një plan dhe ndaje një shumë të parave, çfarë do shumë qoftë, e madhe apo e vogël, secilin mundësitë e tij. Çdo natë mundohu të jepësh sadaka. Çdo natë kontribuo në shtëpitë e Allahut, në xhami. Çdo natë mundohu ta gëzosh dikë. Morë me një sadakë sado e vogël qoftë, vetëm se ty të zën nata e Kadrit duke dhënë sadaka. Ndaje një pasuri, ndaje një pjesë të rrugës tënde. Dhuroje çdo ditë, dhuroje çdo natë atë, në mënyrë që nata e Kadrit të gjejë ty duke dhënë sadaka. Në mënyrë që nata e Kadrit të gjejë ty në punë të hajrit. Në mënyrë që nata e Kadrit të gjejë ty në duat e të tjerëve të cilëve u ke ndihmuar. Prej të cilëve hajër do të shesh dhe tjerë të cilëve ju ke ndihmuar, padyshim do të luten për ty. Bëje këtë dua dhe bëje këtë mundësi atyre
që të lutën për ty në natën e Kadrit. Dhe mundohuni që të tjerët, miqët, shokët, familjarët, fëmijët, prindërit, t'i ftoni në vepra dhe në punë të hajrit. Qofse ata deri tani ju kanë ftuar në kafe, ju kanë ftuar në çaj, ju kanë ftuar në lojra të ndryshme, ejani tani bashkarisht me ta, adhuroni Allahun. Ftoj ti në adhurim ndaj Allahut. Ftoj ti në fen e pastër islame. Ftoj në begatitë e Ramazanit. Ftoj në begatitë e netëve të hunit të Ramazanit. Ftoj të gjithë në begatitë e natës së Kadrit. Allahu na bekoft neve dhe juve. Allahu na dhuroft nga begatitë e tij. Allahu na dhuroft mëshirë mes vete, solidaritet, vllazëri, shoqëri prej shoqërisë së cilë të gjithë ne shohim hajër. Qofshin faqebardh ju, familjet tuaja dhe të dashurit tuaj. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.